Kur burri e nënvlerëson gruan, ose gruaja e përbuz burrin, në sytë e fëmijëve shëmbët bota. Në raste të tilla, nuk kemi vetëm plasaritje në martesë, por dëmtohet edhe shpirti i një fëmije ose i antarit të një shoqërie. Burri dhe gruaja nuk janë vetëm prindër për fëmijët, por ata janë mësuesit e parë. Përmes tyre, fëmijët mësojnë çka është dashuria, respekti, dinjiteti edhe shumë çka tjetër. Kur në një shtëpi nuk respektohet burri ose gruaja, fëmia nuk e humb vetëm modelin, por e humb edhe drejtimin e jetës. Nëna është zemra e shtëpisë, e kur zemra lëndohet, si mund të ketë gëzim aty brenda? Babai i cili nënçmon nënën e fëmijëve të tyre, ai lëndon fëmijët në mënyrë të pavetdijshme. Në rrethana të tilla, djemt mund të rriten të ashpër dhe pa vetëvlerësim, ndërsa vajzat të pasigurta edhe kanë shumë mundësi të bëjnë zgjedhje të gabuara në të ardhmen. Kur në një shtëpi, fëmia e sheh që nëna e tij po e nënçmon, po e injoron, po e nënvlerëson babain e tij, atëherë ai mëson se babai nuk ka rëndësi. E kur figura e babait për një fëmijë nuk ka rëndësi ose nuk ka peshë, ai fëmijë e humb orientimin. Në rrethana të tilla, ky fëmijë ka shumë predispozit të mos e respektoj asnjë figurë tjetër autoritare, as mësuesit, as udhëheqësit e ndryshëm, po të mos respektoj as ligjin, deri në ekstremin e fundit që mund të bëhet edhe rebel. Për fund, fëmia nuk ka nevojë për prind të përsosur, sepse i përsosur nuk mund të jetë askush. Po në anën tjetër nuk ka nevojë as për arenë gladiatorësh. Tek e fundit, burri dhe gruaja janë dy individ që kanë ndërtuar një familje. Nuk janë dy alat. Prandaj të dashur prind, respektoni njëri tjetrin, veçmas në prani të prindve. Mos e fyeni njëri tjetrin për hatër të fëmijëve, por edhe për hir të Zotit.